Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio Shtat. Kodi i ri zgjedhor dhe realizimi i reformës territoriale mbeten ofertë e mazhorancës në Shqipëri për opozitën parlamentare. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla e bëri thirrje opozitës të fokusohet te puna parlamentare për mbylljen e 2 reformave të rëndësishme, duke theksuar se revolucionet e shpallura prej saj nuk do të ndodhin. Balla kërkoi që Komisioni i Posaçëm i Reformës Zgjedhore të adresojë rekomandimet e OSBE-dit, duke dhënë theks të veçantë tek depolitizimi i plotë të administratës zgjedhore. Sipas tij është domosdoshme që procesi i numërimit dhe shpalljes së rezultateve zgjedhore të përshpejtohet, duke mos përjashtuar mundësinë që numërimi të kryhet drejt për drejt në qendrat e votimit. Partia Socialiste e Shqipërisë paralajmëron demokratët se kanë kohë deri në javën e ardhshme për të paraqitur në Komisionet për Reformën Zgjedhore dhe atë territoriale. Nga salla e Kuvendit të Shqipërisë, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla deklaroi se nëse demokratët nuk përfshihen në komisione, do të vijohet me ndryshime. Dëgjojeni mirë, kohë për të humbur me ju ne kemi zero, që ta dini mirë, edhe nguliteni mirë këtu. Doni të vini të bëjmë reformën administrative territoriale, jeni të mirë pritur. Nëse deri javën e ardhshme nuk paraqiteni në komision, ne do të bëjmë ndryshimin e vendimit, sepse ju po shkelni në mënyrë të njëanshme. Doni të vini të bëjmë reformën zgjedhore, jeni të mirë pritur deri javën e ardhshme. Ndër të tjera, Balla deklaroi se Kuvendi i Shqipërisë mblidhet në këtë sesion të dytë në një moment pozitiv dhe krenarie për Shqipërinë, ku kryeministri është ftuar të marrë një rol të paimagjinueshëm në një organizim të ri ndërkombëtar, Bordin e Paqes për rimëkëmbjen e Gazës. Është fare rastësi që nuk janë asnjëri prej kryeministrave apo presidentëve të tjerë të Ballkanit Perëndimor, është vetëm kryeministri Rama, sigurisht janë dhe 2 miq të tjerë, kryeministri Mitsotakis apo presidenti Erdogan. Deklaroi Taulant Balla. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj kërkoi bashkëpunim mes palëve në Kuvend për realizimin e reformës zgjedhore dhe atë territoriale. Në një mesazh drejtuar Kuvendit në nisje të sesionit të ri parlamentar, presidenti Begaj theksoi se ky 6 mujor kërkon vullnet politik dhe vetëdije të lartë shtetformuese në mënyrë që çdo nismë ligjore të shërbejë drejt për drejt forcimit të shtetit të së drejtës, mirëqenies së qytetarëve tanë dhe anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Kreu i shtetit kërkoi nga politika të konfirmojë mbështetjen për drejtësinë dhe reformën zgjedhore të ri, pikun kulmore, një tjetër gur kilometrik sipas Begajt për bërë reforma administrative territoriale, e cila suksesin e ka të lidhur ngushtë me palët për dialog konstruktiv dhe kompromis. Aktualitet. 15 vite nga vrasjet në bulevardin Dëshmorët e Kombit në një protestë para kryeministrisë, familjarët e viktimave vijojnë të kërkojnë drejtësi. Xhaxhai Alex Nikës, Mark Nika, nga bulevardi Dëshmorët e Kombit, ku mbajtën homazhe në nder të 4 të vrarëve, pret nga SPAK të bëjë drejtësi. Unë kam marrë këto çdo vit për shpirtin e Aleksit, nipit tim, ashtu si dhe familjarët tjerë. Shpresojmë që ambasadorët e vendeve aleate të na dëgjojnë. Ato na kanë premtuar se do të na mbështesin në kërkesat tona të parreshta për drejtësi. Dhe sot ky angazhim moral dhe institucional është më domosdoshëm se kurrë. Në 21 janar të vitit 2011 mbetën të vrarë në protestë në bulevardin Dëshmorët e Kombit Alex Nika, Ziver Veizi, Hekuran Deda dhe Faik Myrtaj. Dosja është rimar në shqyrtim në Prokurorinë Speciale kundër krimit dhe korrupsionit. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rami është bashkuar thirrjeve për drejtësi për ngjarjet e 21 janarit të 15 viteve më parë. Në fjalën e tij në ceremoninë e zhvilluar në kryeministri, Edi Rama kritikoi institucionet që ende nuk kanë dhënë drejtësi. Dhe megjithëse unë nuk e di dot, edhe sa vite do të kërkoj fundi i padrejtësisë ulëritëse me 21 janarin, mbi familjet tuaja, mbi çdo që do drejtësi për Aleksin, Ziverin, Hekuranin dhe Faikun. Di me siguri që ulërima e kësaj padrejtësie nuk do të shuhet asnjëherë. Dhe nevoja për drejtësinë e munguar për këtë tragjedi të madhe do të triumfojë me se s'bën. Kryeministri listoi premtimet e dhëna nga kjo shumicë në pushtet për të vendosur drejtësinë e premtuar. Me zotimin ton për të bërë drejtësi për 21 janarin, ne e kemi mbajtur me dinjitet të lartë atë përgjegjësi dhe nuk e kemi tradhtuar asesi zotimin solemn, përderisa duke pavarësuar drejtësinë nga pushteti politik dhe duke ngritur SPAK-un dhe gjykatën speciale, kemi krijuar për herë të parë qysh nga krijimi i shtetit shqiptar, kushtet për fundin e pandëshkueshmërisë me ligj, jo me zakon.
Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha mbrojti sërish qëndrimin e policisë dhe Gardës së Republikës në protestën e 21 janarit 2011. Për ish kryeministrin 21 janari është protesta më e dhunshme në historinë e vendit. Sipas tij, protesta kishte një agjendë të qartë politike, fakt që siç tha provohet edhe nga dokumentet ndërkombëtare. Po, sigurisht është ngjarje fatkeqe shumë. Dhe unë kam kërkuar që atë natë hetim ndërkombëtar. Kam listuar për hetim ndërkombëtar se nuk kisha pikë në besimit të hetimit të kjo. I kam thënë ato fjalë sa heqja si, sepse ajo hyri në një lojë shumë të turpshme. Hyri në një lojë të paimagjinueshme. Ai akuzoi kryeministrin Edi Rama si përgjegjësin kryesor për organizimin e protestës. Edi Rama qëndronte në kullën Karshi dhe priste çastin që të vinte në zyrtime të mante fjalim pushtuesve poshtë. Sipas Berishës, pavarësisht se kush e ka thirrur konkretisht protestën, ekziston një autor dhe organizator kryesor i saj, e që sipas tij është Edi Rama. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha kërkon shfuqizimin e vendimit të gjykatës kushtetuese për masën e arrestit shtëpiak. Në përgjigje të pyetjes së gazetarëve para dyerve të SPAK, Berisha tha se gjykata kushtetuese me një vendim të koduar shpalli jo kushtetues vendimin ndaj tij, por nuk e shfuqizoi atë. Për Berishën ky vendim ka pasojë edhe sot. Shpalli jo kushtetuese vendimin ndaj meje, por nuk e shfuqizoi atë. Nuk e shfuqizoi. Ndërkohë që ai vendim ka pasoja edhe sot. Nuk e shfuqizoi duke pretenduar se nuk është më në fuqi, por në fuqi janë pasojat e tij. Dhe vendimi në çdo doktrinë, përveç se atë të partisë së krimit, vendimi duhet shfuqizuar. Prokuroria e posaçme ka mbyllur hetimet për ish-kryebashkiakun socialist Kavajës Elvis Roshi, i marri pandehur për shpërdorim detyre. Roshi u paraqit në SPAK në shoqërinë e avokatit mbrojtës Andi Skënderi. Elvis Roshi u kallëzua 10 vite më parë në prokurorinë e Kavajës nga kontrolli i lartë i shtetit, pasi ai dhe 10 zyrtarë të tjerë dyshoheshin se kishin shkaktuar një dëm ekonomik prej 33 milion lekësh me tenderet e rikonstruksionit të qendrës së qytetit dhe ndërtimin e disa rrugëve. Ekonomi. Mbërritin në Vlorë në masa të repta sigurie dhëndri Donald Trump Jared Kushner. Ai është shoqëruar nga një delegacion dhe bashkëshortja e tij, vajza e presidentit amerikan Donald Trump, Ivanka Trump. Është parashikuar që Kushner të zhvillojë një takim me një studio arkitekturore për të diskutuar mënyrat e realizimit të projektit dhe investimit në ishullin e Sazanit. Në takim nuk janë të përfshirë përfaqësues të pushtetit lokal. Kuvendi i Shqipërisë miraton antarësimin në bordin e paqes propozuar nga presidenti i SBA-s Donald Trump. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike bashkuan votat pavarësisht debateve të shumta të shkaktuara nga vendosja e emrit të kryeministrit Edi Rama në titullin e marrëveshjes si përfaqësues i Shqipërisë në këtë organizat. Pro marrëveshjes votuan 110 deputet. Mbyllet votimi. 110 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër. Projektligji miratohet në tërësi. Marrëveshjes i mungoi vota Edi Ramës, i cili la seancën pasi mbajti fjalën e tij para deputetëve. Pavarësisht votës pro, opozita kundërshtoi disa orë procedurën e përshpejtuar të kalimit në parlament të marrëveshjes. Kryeministri Edi Rama sqaroi mungesën e tij në Davos të Zvicrës, ku u firmos marrëveshja e bordit të paqes me presidentin e SBA-s Donald Trump. Duke ju përgjigjur pyetjeve të deputetëve të opozitës, Rama tha se mungesa e tij është bërë me mirë kuptim me presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në fakt, unë duhet bëja një zgjedhje midis ti përgjigjesha ftesës së babait apo të mikprisja vajzën këtu në Shqipëri. Edhe zgjodha vajzën. Dhe natyrisht që vajzën e zgjodha me lejen e babait. Ministri e Punëve të Jashtme Lisa Spiropali ka cilësuar si nder, por dhe përgjegjësi shtetërore ftesën e presidentit amerikan Donald Trump që Shqipëria të jetë antare themeluese e bordit të paqes për Gazën. Në fjalën e saj në kuvent, Spiropali u shpreh se Shqipëria ka treguar se është partner strategjik i SBA-s. Ftesa që kemi sot përpara është një nga përgjigjet, ndoshta nga më të qartat ndaj këtij perceptimi. Sepse vendet e vogla nuk bëhen të rëndësishme nga madhësia e tyre në hartë, por nga besimi që krijojnë. Dhe ky besim është ndërtuar me autenticitet, me punë, me qëndrueshmëri dhe me një diplomaci që ka ditur të jetë e pranishme aty ku duhej. Ministria e Punëve të Jashtme shtoi se antarësimi i Shqipërisë në bordin e paqes nuk sjell kosto për vendin apo cënim të sovranitetit. Sipas saj, Shqipëria e pranoi këtë ftesë si përgjegjësi shtetërore për paqen. Bashkimi Evropian është destinacioni ynë i brendshëm, ndërsa politika jone e jashtme është ndërtuar mbi marrëdhënie strategjike edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mbi përgjegjësinë tonë
për arkitekturën e sigurisë ndërkombëtare. Bordi i Paqes nuk është alternativ ndaj Bashkimit Evropian dhe nuk është strukturë integrimi. As nuk është alternativ ndaj multilateralizmit tek i cili besojmë fort. Është një mekanizëm ndërkombëtar për ndërtimin dhe menaxhimin e paqes në një botë që po ndryshon shumë shpejt. Shqipëria nuk hyn në të për të zëvendësuar asgjë, po për të kontribuar aty ku ka besim dhe përgjegjësi. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi kritikoi mazhorancën dhe kryeministrin Edi Rama për mos koherencë referuar faktit që presidenti i SBA-s Donald Trump konsiderohet si njeri që po përpiqet të bëjë paqe në botë, ndërkohë që Rama më parë e ka quajtur si turpi i njerëzimit, ndërsa akuzoi kryeministrin se nuk ka thënë të vërtetën kur deklaroi se Shqipëria është i vetmi vend në Ballkan i ftuar për të marrë pjesë në këtë projekt. Në emër të demokratëve, Bardhi kërkoi sqarime dhe për nxitimin e miratimit të vendimit të qeverisë. Dhe parafol si kishte detyrimin të kërkonte edhe një tjetër ndjes, që herës tjetër u ngrit këtu dhe bëri propagandë sikur ai që i ka thënë presidentit Trump turpi i njerëzimit ishte i vetmi lider në Ballkan që ishte ftuar të bëheshe pjesë e Bordit Paqes. Dhe u detyrua presidenti e Kosovës ta nxirrte ashtu siç është, gënjeshtar, sepse Shtetet Bashkuara të Amerikës kishin ftuar në këtë bord Shqipërinë dhe Kosovën për shkak të rolit të jashtëzakonshëm që ka kombion jo thjesht në paqen Ballkan, por në paqen në Europë dhe më gjerë. Një organizatë ndërkombëtare me mision për të ushtruar funksionet të ndërtimit të paqes, stabilitetit dhe rindërtimit në territoret të prekura nga konflikti në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe dispozitat e kartës së saj themeluese. Antarësimi në bord nga shtetet anëtare realizohet nëpërmjet ktesës nga kryetari dhe njoftimit formal të pëlqimit për të qenë të lidhur. Karta e Bordit të Paqes garanton ruajtjen e sovranitetit të shteteve anëtare, duke parashikuar se asnjë dispozitë e saj nuk i jep bordit jurisdiksion brenda territorit të një shteti anëtar, dhe as nuk e detyron një shtet anëtar të marrë pjesë në një mision specifik ndërtimi për paqe pa pëlqimin e shprehur të shtetit. Çdo shtet anëtar ka një mandat 3 vjeçar nga data e hyrjes në fuqi të kartës, subjekt i rinovimit nga kryetari i Bordit të Paqes. Ky afat 3 vjeçar nuk zbatohet për shtetet anëtare të cilat kontribuojnë me shumë se $1 miliard amerikan në fonde monetare brenda vitit të parë nga hyrja në fuqi e kartës. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.